Hello, hello. Asta e bucurie, bă! Hajde këtu një sekund. Kape qikogjën tim Gango. Love you, Ahmet. Love you. Mora fjalë, mora armë, mora ekipe, mora gango, mora koncerte, qa mora? Qa? Hello, hello. Bjondo, Klevjo. Je Si të je? bogatin? po, Qa na pretson të në Prishtinë, prej Klevjos? kam emocione. Është hera parë që performoj në Prishtinë. Edhe ndihet atmosfera festive. Tani po shkoj takoj pronarët e klubit dhe menaxhimin e klubit, që ka 2 ditë sold out, dhe po vem diskutojmë detajet e fundit se si do shkoj mbrëmja sot. Edhe sot mbaroj tani se u zbukurova pak. Do t'jap një intervistë plot. Klevjo, faleminderit mas pari që pranove me qenë pjesë e një interviste me Prive Klan Kosovës. Kështu një ditë tonën në Prishtinë të marrë parasysh edhe koncertin që me majtë sonde. Faleminderit dhe ju. Ndihem shumë pozitiv nga gjithë stafi i Prives, edhe ty që të vura pseudonimin Bjondi. Edhe shpresojmë çdo gjë të shkojë ashtu si e kemi manifestuar dhe parashikuar. Për koncertin kena me pas gjithë ditën çka me fol. Po unë po du më nalë pak të fëmiria e Klevjos. Se për pos qiti Klevjos që e njohin njerëzit, Klevjo ka këgja një farë bagazhit madh në muzikë edhe më herë. Tu janë nisë për i 2005-ës që nashti shumë njerëz nuk e din që ti je hudra e ti Po, vjerive. unë e kam nisë muzikën në 2002 me shokët e mi të ngushtë, me Enin, Elisin dhe Gerin, që ndodhen akoma në bronz sot që po flasim, dhe diku mas 2 vjetëve, ose 3 vjetëve, nuk e di fiks, jam bërë edhe antari të bas, jo si reper, se po themi nuk e kam patat të shkrimin e fort, se kam qenë diku 16-17 vjeç, dhe si një adoleshent çdo njeri nuk e ka të bagazhin për të shkrujt. Kurse çunat, duke fillu nga kapiteni Viktori, ishin më të mëdhenj, e kishin vite dhe nuk është se isha pjesë e muzikës, po isha pjesë shpirtërore e të bazë, që do të thot isha aty për ata, jo se i ndihmoja për muzikë, po i ndihmoja për gjëra tjera që i duhesha në terren të bronzit. Kur thunë teren, që ka përfshin që kjo për Klevjon edhe keqat rrugtimin që e ka pas në Amerikë? Unë kam folë dhe te intervista Gridës, kam folë për fëmirin time dhe për taktikat e mia të sherrave. Unë kështu jam rrit. Dhe nuk mund të them që mësoja në shkollë. Kur veja në shkollë, uzia me moshatarët e mia, ku e di unë, se ashtu nga qenë korat. Dhe mos doja unë të uzia, donin ata të uzinin. Kështu që unë terren kam qenë shumë i shkathët.
Kur themi shkathët, i kanë bërë të gjitha gjërat e terrenit të Amerikës, duke fillur nga grushtat, nga thikat, nga armët, nga drogat dhe nga të gjitha punët e zeza që kishte Amerika, unë i kam prek me dorë. Në ato kora i vogël, për moshën që kisha, nuk kisha mundësi që t'isha big, të kisha ekonomia, të kisha një shoqëri të madhe, ku e di unë, por vetëm gjithmonë strateg i vogël. Dhe ja kam dal, kur them ja kam dal pa më poshtru, pa më therë, se shokët e mi u thernin për ditë. Në qoftë se unë kam therë një spanjoll, ai spanjolli ka therë 3 shqiptarë. Nuk është se unë po therë spanjollin kot, na kanë therë. Edhe qa flasi Di Bronci të atyre korave, se sot nuk kam më këshu Romurash, bandash, FBI, kemi pat në emrin tonë, Albanian Boys Corporation, dhe kjo vinte nga Kosovartë. Kur them që u zinim atje, kur them shqiptar, pjesa më e madhe ishin kosovarë, nuk ishin shqiptar të Shqipërisë. Kështu që unë isha i Shqipërisë, dhe mund të kemi qenë një 3-4 vetë tjerë, në një grup 40 vetë. Dhe kam qenë një privilegjum si ai shqiptar i vogël, se kam qenë dhe me trup i vogël dhe me mosh i vogël, edhe më përkëdhelnin këta më të mëdhenjt. Më kishin qef se, edhe pse isha me i vogli, nisja rrumujën i pari. Edhe kam shumë nostalgji për Broncin e për fëmirin që kam kalu atje dhe kam shumë shok atje dhe shpesh merr malli dhe kështu ka nis karriera ime artistike. Po du më nalë pak të pjesa e TBA-ve. E pam edhe në koncertin tonë që e patë në Tiranë, ke njëri prej pjesëtarëve të TBA që është Klepta. Qysh janë raportet edhe me djemë të tjerë të ekipës, që dikur ke punu me ta? Po, unë me të gjithë kam qenë shok i mirë, duke nis nga Viktori, Presioni, Klepto, B52, që nuk ndodhet me mes nesh, me jetonin shumë pak, me çunat e tjerë nga pak, por Zefin e kam pas shok të mirë, por nga të gjithë çunat me Klepton kam det më shumë. Kur them më shumë, kemi ndet me ditë që nuk u shkëpusnim nga njëri tjetri, kemi ndet 3 ditë bashkë, kemi shku në për shtëpia veç e veç, pastaj jemi taku prap 4 ditë bashkë. Du të them, me çunat e tjerë nuk i kam pas to aventura, me Klepton dilim Manaten, dilim gjithë New Yorkun, aventura, mosha, probleme, kupta, dhe me Klepton kam shumë aventura të bukura dhe e du si shok. Po du më nalë pak të Novka që e ke pas atëherë. Do më thonë, prej Klevjo që e njohëm krejt ashtë, e ke pas Novkën Hudra. Qysh të meq kjo Novka? Kjo ka ndodhë kështu kur vete në shkollë, Columbus High School, quhet në Bronx, edhe vajta ishin diku të 500 shqiptar edhe 4000 tjerë të huj. E kur vajta atje isha një emigrant i sa po ardhur në Amerikë, kisha diku të 1 muaj e gjysa, kisha shkel Amerikën, anglisht nuk e dija, isha 14 vjeç sa i kisha mbush, edhe shkoj për në vit parë, që do bëhem 15. U prezentova me 2-3 shok që i njofa aty, që do t'i kem shok për tërë jetën, si që kam akoma sot e kësaj dite. Njeri u quajte Lorenz dhe njeri u quajte Albert. Dhe Elisi që të përmanda, që të thash kemi nis karrierën e hip-hopit, muzikës dhe jeni, janë dhe Elisi është në të njëjtën kohë që e njoh, dhe Alberti dhe Lorenci. Lorenci është nga Kosova. Dhe Lorenci ishte edhe më i madh se mua, ishte diku të 18-19 vjeç, dhe linte mësimin e shkollës, edhe shkonte në park, ku rrinin që thash 40 veta për t'u zënë, se kështu ka qenë sistemi. Lorenci më tha, hajde në park, lejmë mësimin. Unë kisha lënë mësimet në Shqipëri më para, isha mësu me këtë sisteme lërë të mësimit e dil me shok. Dhe kur vajta me Lorencin të parku, pash për herë të parë që u mblinin çunat aty, e gjithë flisin anglisht, unë thash su zdia si fjalë anglisht. Edhe kur më prezantoj, i thoshte Klevjol. Emri im për ta shqiptur të paktën për ju gegët, është i vështirë. Edhe ishte i pa dëgjur, me këto zanoret Klevjol, me lera, me o, dhe për gegët ishte e vështirë ta thoshin.
Unë Lorencin tani kam ca ditë që e njoh. Dhe është një person jo simpatik. Kupton? Dhe unë i thosha je shumë tur si hudër. Unë atit. Dhe ai çfarë bën për të marrë hakun mu, kur më prezantoi me çunat e parkut, si e ke emrin Kleviol, ata nuk e thoshin dot. Dhe ky i thoshte hudra. Dhe unë ja lija mbar këtit, sepse i thosha veç unë këtit, ky më thoshte në syt shokëve, unë e lija mbar se tani. Dhe kur ky thoshte ka emrin hudra, ata thjesht e miratonin qeshnin dhe nuk e harronin më. Dhe unë nuk u mundoja t'i thosha Kleviol. Pastaj arriti në një pikë që unë u bëra shumë fanatik për tregu emrin tim. Kur më pyesnin si e ke emrin hudra, jo emrin e vërtet, i thosha po pra hudra, po them ti shumë thjesht, duhet ty emri im. Dhe kjo më ka shpëtuar se ne kur u zinim, thash 40 veta, dhe ne kur kapnim 3 spanjoll të njëjtën gjë banim. Kupta? 40 me 3 i shtypnim. Dhe në një rast ishim 30 ca, 40, 20 shëndsi ka, po mbi 20 ishim, dhe gjetëm 2 spanjoll që kishin gjujt një shokun ton më para, 2 ditëve. Që ishte gjujta, ishte qa koka e kështu, dhe ne ka tregu si histori që më rafën e këtë ande. Dhe ne tani dilim në aksion, se kështu ishte, dalim në aksion, në park aty ku rrinim, 20 veta dhe u banim 15, që do të thot parku, ikën makina dhe vjen dhe ajo në mes bari, ne undanim në 3 pika, që kudo që t'ishte anash, da kapte ai grup, mes ky grup, anash ky grup. Unë si strateg që isha rria gjithmonë tek rruga, anash që ishin dhe dyqane. Qa do të thot kjo? Ata që ishin mes parku duke hez 10 veta me shkopinj, me shishe ndor, me thika, sa t'i shikonte policia direkt ishin dalur, të arrestur. Kurse mu, sa të shikoja policinë u fusja në dyqan, unë bëja sikur isha klient, unë si kisha punë me këta. Strategjia ime, nuk dilja kur në mes të parkut, kupton. Dhe nuk rria kur i fundit gjuja. Amerika ka i sistem shumë të fort policor, e di gjithë bota ushtarak policor, se vetëm ashtu mund të mbash Amerikën, dhe nuk kalote më shumë se 45 sekonda dhe do të gjoje sirena policie, kur ne bënim këto sherre. Se ishte edhe vend urban, nuk ishin cepa që policia nuk vjen, ne uzinim ku kalote treni, ku ndalote autobusi, ku mblinin gjithë nxënësit bashku, para shkollës. Edhe gjithmonë e kam pat strategjinë që policinë e kisha frikë. Nuk doja të bija në dorë të atyre, sepse atëre ka qenë dhe me bailout. Ne ishim dhe fëmijë, nuk na mbanin burg, po duhet pagoje bailout, ku e di unë $5,000, $10,000. Baba, unë nuk vuja, ne kemi shku në Amerikë me ekonomi të mirë, nuk shitëm shtëpia në Shqipëri, si që shisnin gjithë bashkohorë si tanë, se u deshën lek për të ndjek dokumentat me lotari e këshu, e ku shikën në Amerikë, shkon me atë perspektivën që s'do kthehet më në Shqipëri, dhe ne ishim shumë mirë si familje, e shëndetshme, nuk po them që kemi vujt, por Amerika donte punë, që do të thot baba direkt, zuri punë, nëna zuri punë. Unë nuk punoja, moshatarët e mi punonin në për supermarkete, mbushnin ato qeset, ose pas të boje kështu, po unë isha i fëmija i përkëdhelur që në Shqipëri edhe në Amerikë nuk e shikoja veten që të punoja. Okej, dhe nuk doja që të kapte policia kur, sepse kjo $5,000, kjo $10,000, kur ti thoshin babaj tim hajde paguje për djalin, nuk do ma pagute. Dhe po të kishte, nuk do ma pagute se i njifja babën tim. Dhe ju ruja kësa gjëje. Dhe në këtë rast, kur ishin 2 vetë, po ta tregoj, na thot ky shoku, ky është njëri nga këta më ka gjujt. Dhe kisha një shishe korona në dorë. Dhe kishim një kapiten të grupit ton, Franki, e mbaj mend, kishte 8 vite në Amerikë në ato kora, ishte i Kosovës, po ishte gango. Duhet me përmend dhe Blerimin, kemi qenë të 3 në një moshë. Franki ishte gango, Blerimi gango, hudra gango. Franki kapiten, Blerimi krau djathtë, hudra i pavarur. Që ta kuptosh mirë, në 40 veta, asnjëherë nuk bëja çfarë thoshin këta, se ky ndante rolet kur nisnin mshimë. Thoshte ju këtej, ti këtej, ti këtej. Dhe unë kur dila gjithmonë te dyqani, merja këta shokët e mi të ngushtë, merja Elisin, Nenin, që edhe po të vite policia ne të fusnin në dyqan. Kanë qenë dyqanet e rrugës, kupto siç janë. Edhe kam qenë shumë krenar për veten dhe çunat dhe ata ne ishim moshatarë, dhe Franki, po këta kishin vite në Amerikë dhe Blerimi kishin vite. Ishin problematik, ishin kap na 2-3 herë me sherrë.
Dhe në këtë rast, Blerimi mbush 16 vjeç. I ka mbush 16 vjeç. 3-4 herët e para ka qenë poshtë 16 dhe nuk e kapte ligji me bellau 8 orë një ditë dilte. Kurse në këtë rast, kur thon këta që ky çuni na ka gjyte ishte me një tjetër. Frenki ishte kapiteni jon dhe ishte gango dhe ishte edhe shumë hileqar. Kur ishte vetëm, ose kur ishte me 2-3 vet, i fliste spanjollëve dhe zezakëve sikur i kishte shok, sikur kishte vite. Kupta? E kishte atë guximin me ju afru si shok. Unë këtë se bëja dot, leqës dhja anglishte, nuk u njifja me ata unë, po. Nuk e bëja se s'kisha besim, se po ta shikonin ata që unë kam qenë të një sherr para një jave të thernin direkt. Dhe Frenki kishe qenë të çdo sherr. Po kur i takote bënte si shok. Dhe në këtë rast takon këta dy, po këta dy ishin të mëdhenj. Këta të dy na rrifnin të gjithëve në tek e tek, sepse gjimnazi ishte deri në moshë 18 vjeç, siç është në Shqipëri. Unë isha 15 vlla, ky ishte 16, 15, 16, 17, 16, 15 nuk ishim dhe fizik. Fiziku shqiptarëve nuk është fiziku mat. Spanjollët 17 vjeç, e zezakët 17 vjeç ishin nga 2 metër, nga 100 kg, që ne fizikisht me ata nuk u përballnim dot, se ishte vetë mosha raca. Dhe këta dy çunat ishin nga më të mëdhenjtë të shkollës, po themi vit fundit, njëri nga këta loste futboll amerikan shumë i mirë, e njifte gjithë shkolla. E diti si funksionon që kur je futboll amerikan. Dhe njëri nga këta ishte shumë i shpejt, shumë i fort, po të them nuk e rrifte njëri nga ne. Dhe i afrohet Frenki dhe i thot, i jep dorën dhe bëjnë atë takimin amerikanski në ato kora, edhe i takon. Edhe unë i dal nga mrapa këtyre të dyve. Kur i dal nga mrapa, i gjy me shishe në koktit më të fortit. Dhe kisha një shishe të madhe korona, nga ato 1 kilshet. I gjyta me shishe, e dëmtova, rënd. I gjyta një 3-4 herë, u thy shishja, gjyta dhe shishen e fundit dhe ika. Tani 30 vetat e tjerë janë duke gjyta akoma këtu, se unë kam gjyti pari, 3 sekonda, 4 sekonda gjytjet e mia dhe ika. Këta ndetën, ABI is the best Albanian guys, don't fuck around, këto muhabetet, dhe vje policia, dhe i kap një 8 vetë. Mes këtyre dhe Blerimi, ky shoku që kishe qenë me precedent më parë, po që ka mbush tani 16 vjeç. Dhe të ky kapje Blerimi do bëj 8 muaj burg, sepse koka e këtij djalit ishte shumë e dëmtur. Po ka kërkonin këta. E vërteta është që asnjëri se ka gjytur në kokë të përveç meje. Dhe të 8 që janë kap, të 8 janë me një gojë që e gjyti hudra. Po kush është hudra? Ti jepje botën nuk ma dinin emrin, shok të ngushtë, që thash u bëra fanetik nuk ja tregoja emrin. Dhe emrin tim këta për ta gjetë ka qenë vetëm ID-ja ose orari klasave që kishim në nëntor mësimi dhe ke emrin aty. Unë këto si jepja kur, të jepja shok vendor. Dhe te ky rast, qa nuk bën për të nxjerrë emrin tim, erdhën te shkolla, me emrin Hudra, nuk më gjetën dot, se po të kishin emrin Kleviol me sekonda, adresa shtëpisë familjare, çdo gjë se ne ishim gjithë deklaruar. Dhe shpëtova, nuk vajta në shkollë për 1-2 javë, se di se ma e mend diçka kështu se kisha hallë se më kapnin. Dhe Blerimi vazhdoi burgun. Dhe vazhdoi burgun dhe këta më thoshin mu Blerimi është burg për fajin tat. Më bënin dhe me faj tani. Pse i gjyte ti me shishe? Po ku na ka therë ky ne me thika, vlla. Si. Dhe du të them, kam pas një fermiri shumë rrumuj dhe të thash, duhet të mbronim duke hec, se ishin 30-40 vet. Dhe unë me këtë strategji se unë s'kam hec në Amerikë 15 vjeç se do bëj milionat. As s'kam hec se do bëj biznese, as se do mere me muzika ku e di unë qa. Ne kemi hec për të qenë të shkathët në terren, për mos të rraf, për mos të therë, se kështu ka qenë koha, ka qenë e egër. Thjesht se ishe shqiptar, ishe i ndëshkur. Ose spanjolli ishte i ndëshkur pëse ishte spanjoll nga shqiptarët. Kështu që këto vite më kapën mu si brez dhe kam qenë brezi i fundit që jemi gjyte, jemi zënë. Dhe pastaj i ka lash Amerikën kur vajta 16 vjeç, nëse duke pas se si shok për bënin burget gjithë, edhe erdha në Shqipëri dhe do ta vazhdojmë intervistën të restoranti nëse ke mundësi se po na hahet dhe buk. Okej, nisëm pra. Direkt.
Klevjo e lam gjysë të intervistën prej hotelit, ku dulëm edhe pam një mirëpritje, kështu që ta bënën kejt dekori edhe kejt shoqënia që kanë ardhur për ty prej larg për me të pasante që kemi performu në Zone Club. Po du më nalë aty ku e lam të TBA. A kemi me pa Klevjon në bashkëpunim në herë me Unikatilin? Unë gjithmonë kam dash, gjithmonë dhe jemi gaçë, po varet nga kapiteni, nuk varet nga më. Qysh është Unikatilin në raport me repera tjerë, do më thonë të stradës? Shumë të ftohtë. Ashtu e ka ndërtuar i karrierën, ashtu e ka dhe tipin, edhe është shumë i vështirë për të gjetë komunikimin me Viktorin. Ai është shumë i komunikueshëm, i artikulur, i lexuar, është djalë i zgjuar, por nuk t'jep shansin që ti t'jesh afër atij kur do ti. Kur do ai po. Unë personalisht kam një raport shumë të mirë me atë, ka kohë pa fol, por brenda vetes e du. Ai e di dhe unë e di që ai më do, pavarësisht se nuk më përkëdhel te pjesa që jam pjesë të BA-s, pjesë e New Yorkut, pjesë e Bronxit. Por duke pa dhe fatkeqësitë që nga ndodh, edhe nuk i vëj faj për asnjë gjë, kështu që nuk e shty kur që hajde bëjmë bashkëpunim. Me qef do ta kisha jo vetëm unë, po Kosovë, Shqipëri, diaspor, gjithë bota e do, ata që na njohin ne. Dhe thjesht ngelet në dorë të Viktorit, kur doj ai, kemi një shprehje në Shqipëri që në 4 mëngjesit çohem në gjumi. Kështu që kur jemi të bashkëpunimet, e di që edhe Age është njëna prej artistëve që ti ke bashkëpunuar dhe publiku dashuru veç me zonin e Age, pa e lidh me figurën e saj. Qysh ka bërë që ke muni që ton kit popularitet, do më thonë pikëtyne duete me Klevjon, je kjo që je? Që njerëzit e kanë dashur muzikën tonë para se të njihnin, edhe tani që njohin, e pëlqen akoma më shumë. Sa është e vështirë me bashkëpunu me Klevjon? Çdo gjë funksionon me energji, me Klevjon. Nëse energjia është mirë, çdo gjë shkon okej. Energjinë e ke dhënë fundokët. Tu e marr parasysh që 2 projekte, super projekte janë prej të dyve. Dhe Age mu dhe kemi projekte tjera, dhe po planifikoj që të bëj një projekt dhe tjetë dhe një vajzë tjetër, dhe një djalë tjetër, po jemi në bizetime e sipër, dhe Age kështu si e ka nis, besoj se për 2-3 vite do jetë majt piramidës. Age, tonë këto fjallë të mira që jetu i nipi Klevjos. Më bëhet shumë qejf, unë Klevjon e vlerësoj shumë. Ne kemi 3 vjetë që njihemi bashkë, edhe unë e vlerësoj shumë edhe faktin që ju bashkangjita në skenë në atë në parë koncertit që doli, dhe prapë edhe sot e jemi në skenë, edhe do kemi shumë projekte të bukura bashkë. Jemi në Prishtinë, Klevjo, edhe dim që një popularitet edhe e dojnë, ka dhurus të muzikës tonë edhe në Prishtinë, edhe ku do që ka shqiptar, se e kini një send veçan për kejt artistave tjerë. Njëra si që shkru në Klevjo, asë një reper tjetër nuk mundet me shkru. Qysh bëm që kjo muni që je midis Prishtinës, edhe sonte keme pa edhe vetë publikun e Kosovës, qysh e pret Klevjo në skenë? Ndihem mirë shumë, edhe duhet të falenderoj publikun e Kosovës dhe atë të Shqipërisë, që përveç se pëlqen muzikën, më pëlqen dhe si karakter që jam, marr shumë komplimenta si muzikë, si personi që jam ai drejt për drejt, dhe jam e kam tokë. Unë e di që një ditë do isha ky, e di që një ditë do thyja çdo rekord, e di që mas 5 vjetëve do jem një nga më të pasurit, një nga më të fortit, dhe do vazhdoj me këtë ritëm duke mos u distancuar nga ky publiku thjesht, që i takojnë rrugë, që i pyes si e ke emrin, nga je. Dhe kur jam me 10 veta, kur ma kërkot një njeri, ndaloj 2 sekonda për të bëri foto, ja marr leje edhe nga 10 shokët e mi për ta bërë foton që ai njeri të ndihet mirë. Dhe do t'ja shpërblej publikut tim që i kam radikal. Se ata që dun gangon, nuk ka të mesme. Kështu që do t'ja shpërblej me muzika dhe me shumë brende tjera që vinë nga mrapa, që janë për të gjithë ne,
jetë e përditshme, që jo syze, jo rroba, jo muzika, janë pjesë e përditshmërisë, e pashmangshme. Kështu që unë do jem Klevjo që do jetë në çdo shtëpi shqiptari. Si? Te një shtëpi do jem duke dëgjuar muzikën. Te një shtëpi do jem se ka syzet. Te një shtëpi do jem se ka rrobat. Dhe te një shtëpi do jem se në një të ardhme po planifikoj për arsimin, ciklit ulët dhe ciklit mesëm, po planifikoj ca plane që të hynë dhe në letërsi, pas jam shkrimtar vet, autodidakt, dhe besoj shumë fëmijë do inspirohen nga shkrimi im dhe nga jeta im. Një sen që më ka bot tepër interesant në këto tekstet e tua, e kemi pa artist që e përmenin Hashim Thaqi në këngë, po jo me konotacionin që te ke përmen. Do më thonë, të në tekstin të në tu me liru prej Hagës Hashim Thaqin. Do më thonë, i vetë një reper që e thët me za edhe në tekstet e ti një gjatë që shumë kemi pa e protesta asoj përket krerëve të uqë. Kur vje punat e liria, unë e di që do të thëtë. E di se sa e shtrenjtë është. E di se qa do të thotë kur ti do të dalësh nga këtu e të shkosh deri aty dhe nuk del dot. Dhe, përsa i përket komandantit, është i njeri që ka dhëmë për këtë kom, me të gjithë bashkëluftëtarët e vetë, me të gjithë dëshmorët e me të gjithë brezat që e kanë ndjek nga mrapa. Për mu, Hashimi, Kadriu, Ramushi, Samiu, Albini, Rugova, janë ca njerëz që janë faktor kryesor në politikën e Kosovës që ju keni arrit deri këtu, ku jam dhe unë sot që vi dhe gëzoj me ju. Kështu që e vlerësoj si njeri, i pëlqej njerëzit burror, i pëlqej ata që dalin luftë. Si me laps, si me pushk, ti ke dalin luftë. Ti po lufton. Dhe unë kam dëgjuar dhe në Kosovë njerëzit janë ndarë dikush me një parti, dikush me një tjetër, po në fund ditës duhen lënë interesat e partisë këto vitet e fundit, duhen pa interesat e kombit 20 vite para. Kështu që unë vi nga një familje vetë adhetarësh, luftëtarësh, në korat e Shqipërisë, dhe jam një njeri që e vlerësoj një njeri që lufton për lirinë e vetë, që rebelohet, se jam dhe vetë i tillë. Kështu që përveç që është minimumi mund të them lironi kryetarin dhe të gjithë bashkëluftëtarët e tjerë që ndodhen në Hagë, qoftë kora më parë, qoftë tani, e du si njeri pa interes. Nuk kam interes, unë s'po e përmend komandantin që të marrë një interes mrapsh. Është thjesht dashamirëse. Dhe është minimumi që përmend. Është thjesht minimum. Një pyetje kështu. Kujt i kishe thënë përshëndetje sonte prej Prishtinës? Nga Prishtina, unë kam dhënë intervista më parë dhe kam përshëndet gjithë shokët e mi. Me emra, me pseudonime, me aq sa memorie kam pas se kam lënë dhe shok pa i përmend. Por duhet ndaloj me përshëndetjet e miqve shokëve dhe duhet falenderoj, si e nisa aq parë, duhet ta falenderoj publikun që po mbështet dhe që janë krenar me mu dhe që janë motivim dhe që po më shtyn para, sepse ç'a ndodh me publikun, kur publiku është i pakënaqur te një person, duan që të dali një person tjetër opozit dhe të mundi pozitën. Dhe unë jam ai personi që kam qenë tërkohën opozit. Dhe jam ajo opozita që ka shpresat më të mëdha për të ndryshuar sistemin. Dhe unë jam këtu fal këtij publiku. Unë jam këtu kur hap live-in janë ata njerëzit që më vinë më. Nuk jam unë. Unë mund të jem vetë sa dush, po s'm ndoqë ti, po s'm ndoqë publiku te klubi. Unë s'ekzistoj. Ky publik është që po më ndihmon që unë ja dola. Me mbështetje, me ekonomi, me postime, me të gjitha anët, me shoqërie, nuk mund ta them fansa, se unë nuk jam ai artisti që them kam fansa. Edhe pse mund të quhen të tillë, pse e pëlqejnë muzikën, por nuk i konsideroj si fansa, sepse
Dhe njerëzit që dëgjojnë muzikën time janë njerëz të përgjegjshëm. Nuk janë ata kalamajnë që fluturojnë kur shikojnë te videoklipi se po grabit bankën ai tipi me 2 shokët e vet. Kupta? Ai kalamani e shikon atë dhe e pëlqen atë. Kurse ai 30 vjeçari kur e shikon atë e përbuz. Dhe thot si vjet turp ti që po vjet bankë në videoklip ky. A kupta? Dhe unë jam cilësur nga publiku, jo nga vetja, se vetën e njoh dhe e di se kush jam, si po themi reperi, më i sinqert dhe më gango në terren. Dhe jam shumë proud për veten. Çka lidhet numri 44 që ka shumë me Clevio? Numri 44 nuk ta them as ty dhe as një interviste më vonë. Kështu që keni një pyetje tjetër? Ku po shkojmë mas saj darkës që e përfundum? Tani po përfundum darkën, po pim kafe në intervistë. Nuk vajta në aeroport se po vjen në Abusem, me private jet, si gjithmonë, dhe të kuptosh kaq. Qofse u marr 50.000, 40.000, 20.000 çrëndësi ka, Abusem për të ardhur i kushton 80.000, vetëm për të më pa mua. E kupto? Se çfarë diferencash janë me të tjerë dhe sot që jam këtu, nuk shikoj fare ekonominë time nga muzika, ku e diun, po shikoj suksesin dhe nuk më interesoj ekonomia muzikës. Thjesht e kam pasion edhe më pëlqe. Edhe siç e kisha manifestuar po del çdo gjë. Dhe nga këtu do shkojmë, nuk shkova në aeroport, se po të shkonim në aeroport ne do vinit dhe ju e gjithë, dhe s'do kishim mundësitë në kësaj interviste. Kështu që çunat vajtën presin Abun, ne do shkojmë sound check te klubi, unë është hera parë që po shkojmë klub tani që do shkojmë, dhe të shikojmë se si është, përgatitemi dhe pastaj do shkojmë te kresha, te Lirikali, te studio, ti takoj çunat, diskutoj për projektin që kemi bashkë, dhe më vonë në hotel, një rifreskim tjetër, ndrimi dhe Si vendosët ta bëni të bashkëpunimin? Kujt i lindi ideja? Është interesante për faktin se jemi takuar rastësisht në një tavolinë korçarësh në komunë të Parisit, ku një shoku im Mateo i thot të prezantoj thot me njeriu që di të bëj syzet më të bukura në Shqipëri. Aso kohë Clevio mbante një syze karrera të madhe, dhe unë sa e kam parë, kam dizenjuar me mendjen time çfarë i duaj. I dizenjova një formë të vogël që ai e mban edhe sot. Ishte koha kur ai luante kazino te Tajvani. Dhe unë doja t'i silja pak fat në atë kohë dhe mendova t'i zgjidhja ngjyrën gelato që është sot në koleksion. Dhe e quajtëm atë syze 44 kazino. Nuk e di ai solli fat me së drejtën se ku shkputëm kohë, por A është i vështirë me zgjedhjet? është i vështirë. Po është dhe i bukur njëkohësisht. Është i vështirë dhe i bukur në atë botën e vetë. Mua do më duaj ta, pavarësisht se unë e kam dëgjuar historikisht si artist dhe është dhe miku im i vyet, do më duhet t'i dëgjoja komplet krimtarinë e tij për të ndërtuar çdo element të syzes. Kush mendon që është pika e tij më e fortë në biznes? Që njerëzit e duan. Njerëzit e duan. Po jotja?
arti, krimtaria, pasioni. Gelato. Gelato colore. Sa po erdhën bestsellerat e koleksionit. Unë e di që do t'i provoj sa për reklam. Normalisht. E ti do kastëm gjithmonë. Patrik, faleminderit se unë nuk e kam bërë njetë, se ndoshta këto zvinin sot. A kanë ardhur sot? Sot kanë ardhur, sot është krijuar, domethënë sot është dhëndora e fundit që është Okej, tani. dizenjuar Po mos forma. vinin këto, unë kisha në kokë time, kam manifestuar një nga këto dyja dhe këtë. Ato mbaj, ato këne. Kë? Ajo. Kjo pra. Po. Si 44 diamanta, dhe këto 44 dhe këto, a janë njësoj? Jo, janë 44 diamanta dhe 44 gango. Okej. Ti ke vendosur 44 gango. 44 Si mbas feeling. Në kolorin smoky. Se s'kemi shumë kohë, se po na pret kresha me lirikali. Edhe jemi vonë në fakt, po jemi prapë në kohë. Klavio që shlindi që ky bashkëpunimi me MC Kreshën edhe Lërgëllsonin. Lindi kështu që unë për i kërkoja quna me shok për bashkët, edhe qunat, ju nuk i dini se i shikoni vetëm nga largë, se nuk i shikoni ato nderet apo dorën që japin qunat, kupton? Edhe më bëri përshtypje, kam Klepton e kam shumë shok. Edhe Klepto të rëkohën ka qenë si puna ime në muzikë. Në ato korat Amerikës, se unë tani jam fut muzikës, po Klepto kursi është fute dhe ka qenë gjithmonë për tac për të bërë muzikë. Dhe nuk ka hec fare në karrierë. Kështu që ka ardhur në Shqipëri, edhe shikoj, më trego Klepto bashkëpunim Kresha, Mike, Buta, Kapital T dhe Klepto. Edhe Ledro. Letër e lumë. Letri e lumi. Po, më duke qashtë... Nuk e thash unë, thash një të... Mike i sesh. Mike i sesh. Edhe... Do me thënë gjithë këta emra bashkë. Po pse janë bërë bashkë, janë bërë për të ndihmuar Klepton. Si e shikoj unë, që jam i brendshëm. Shpenzimi i Kleptos tek ta 0, përveç çka kanë shpenzuar këta veshje, gjëra ku e diun çka janë dash te videoklipi. Përveç se e kanë ndihmuar çdo gjë dhe më bëri përshtypje, jo më bëri përshtypje, gjë që bravo, kupto. Edhe i thash Klepto se ja kuptoj, ja vlerësova për gjithë çunat. Edhe kur ishte një ditë i thash seriozisht të falenderoj unë si shok të mirë që e kam edhe për gestin që ke bërë. Edhe okej, fola me Kreshës nuk i thash gjë. Fola me festimin. Më vonë, mas në gjysë ore se fola, kisha fol me Kreshën një 2-3 herë, edhe flas me festimin për herë të parë, i thash gjë, nuk i thash Kreshës, por Klepto kishte bërë muhabet me çunat, kupto? Edhe paka shumë e dindi, dhe këta janë prapë te pjesa që po m'japin dorë mu. Dhe pse unë s'du dorë, Jo, nëse shumë që ashtu da e shumë muzikë... unë e shoh kështu që kam dalë në Burgu, më mirë pritët në shtëpi, me gjithë problemet e mia që kam si artist, kupto? Si ardhja ime këtu, ndoshta ty sjell problem apo konflikt me një tjetër. Shënë si ka. Por, ndodh. Kështu që ti more parasysh dhe bashkëpunimi, përveç ardhja ime këtu, bashkëpunimi është akoma një përgjegjësi e jotja, që nesër nëse unë gaboj, do përfshihesh dhe ti. Na, unë nuk e mendoj ashtu... Kuptimin, a e di qa them, a e kuptoj tani unë duhet me mbajt atë që mos cënohesh ti, mos cënohet Abu, mos cënohet Anajdi, mos cënohet Bjondi, kuptimin që... Dhe unë e vlerësoj shumë, dhe janë çuna që unë i bëj vetë këto gjëra, ky e bën me mua, unë e bëj me tjetrin, në rregull. Unë kam marrë 9 vjeçare, kam fut muzikë. Kam marrë goca që s'kan emra, bashkëpunimi 0. Dhe qa doja unë, pse unë isha kaq radikal, kur të bëja bashkëpunim, me këtë do ta bëja. Po me këtë do ta bëja me çunat, si do ta bëja. Që nuk mund t'i vija para një viti, para 2 vjetëve, para 3 vjetëve, se s'isha gati, Allah nuk plotsoja si kusht. Do vija këtu, do vija me një shok. A, po vi këtu? Po vi me 24 shok, makina, kamera, evenimente, koncerte, kel, kupto që them. Dhe
për çdo gjë, nëse ky do mankohet për gjë, unë jam i gatshëm ta bëj. Kurse dijes, a kuptoj, unë thotë ordi shok, çka kërko ti? No, men, po të them edhe para 2 vite Du të them, Kresh, ti e ke bërë me Klepton, e kam bërë, po të them këta, në rastin e Kleptos nuk ja kërkoj, në rregull, kuptoj ç'a them. Është ajo sedra ime që kur të arri unë, atëre, kur të bëj videoklipin, unë t'i bëj me gjërat e mia. Unë e kam thënë këtë. Pse s'bën videoklip? Unë jetoj videoklipin, shok. Unë s'kam nevojë të marr atë shokun me makinë të bukur, unë jam makinë të atit. Unë zakonisht në makina të vjetra. Po ti ke stylin tat, edhe shumë mirë, po shumë mirë se ti e ke ashtu e ke majti. Pa ke problem ti me thirr makinat më të bukura të Prishtinës? Jo, se ke problem, se të vinë, gjithë shoki kemi e miq. Po, a di që varet me çfarë roli e bën, për shembull, Roli Kresh, unë jam një tip realisti, kupto, dhe ti je realist edhe je i arsyetueshëm, je racional. Nuk mund të dalë un videoklip o vlla, të vej maskën, e të hyj bankës me kallash, me 3 maska tjera në mrapa, të marrë çanta tiki. Se kam bërë një të reale këte unë, as nuk më shkon në mendja ta bëj. Në rregull? Okej, e kuptoj edhe. Nuk më shkon vlla. E vlerësoj edhe respektoj menimin tënd. Për shembull, në bota e artit, për shembull, për zonë Gjo Peshi nuk e ka thy bankën ose nëse, po e lumë për shembull Tomi Disemonin për shembull e bën gjallë. Jemi tjetër gjë. Tani ti ndajmë gjërat. Qofse ti po los atë që ka grabit në bankën dhe po thu, unë jam ai grabici i bankës. Unë jam Xhan Dillinxheri, në rregull? Unë po i këndoj Xhan Dillinxherit dhe mund të bëj skenën e Xhan Dillinxherit. Po nuk mund të them Klevjo, po grabit bankën. Se ka grabit ndonjëherë Klevjo. Prandaj për shembull unë kur e them semaforit, them mani hajt hini njoni, me këtë hinone. Bravo. A kupton, do të Dhe thonë histori edhe se flaploze e ka një person e ka një rast të tillë. Dhe unë kur them vrasje groposje. Po, do të thotë ti e ke vetë. Gango Camorra, kuptoje ti nuk jam unër vlla. Kuptoj. Kur e thon vetë parë është të muhabet, kur e thon vetën Kur them unë e zhduka, unë e vrava, unë është tjetër gjë. E ke bërë ti. Po kur them që kam të shoku dhe e ka bërë ai vlla. E di unë, e di dhe policia. Po problemi është se du të them që jemi realist, kupto, ti, unë me qa kam kuptu dhe ty, ti je realist e muzika që bën, kupto, e ke atë abstraktin tat, nuk i hynë, për shembull, nuk kam gjune i herë unë ty të bërë si gango, vlla, në kuptimin që a rrugën si a qoj njeriu, në atë tatën ku je. Unë shkruaj tekstin që shnina, që shadën e filli, edhe të shumë bukur, unë jam që me thonë një Martin Scorsese që e bëj një skenar të jasoj që vi. Pra Martin Scorsese u rritë për Bronx, në Brooklyn, edhe vjen priq atje në environmenti për kur të Cosa Nostra, për shembull në New York. Që shke bashkëpunime me Klevin, a ke i letë me bashkëpunu me të në një projekt muzikor? Studio, qërë, na kur bashkëpunojmë, se fjalla bashkëpunim të kalëzër mas pari që është, diçka është një farë lloj kompromisi artistik. Dhe ti jenë gjitha palët dakord. Se cili du të më pajtu me që ato që ka përbuën. Në shambull mas pari, kur festimi dhe klebi du të kam përdur zonin matë nalt, unë e kom shku me bas, dhe në bas baritan. Për shkak se automatikisht nëse unë shkaj e restonin, atërë i mungon që ajo që me thonë kimistria, e duhun kongës. Vetë faktit do me thonë që jena qështë komponum kur punojnë a muzikë, të ndonjë që bashkëpunimi u konë shumë, do me thonë, fluid. Po, kjo është shumë i vështirë me bashkëpunu me vetën. Dhe për shembull se është i pakënaqur me veten e vet, është i kërkon vetes shumë, për shembull, edhe çështë është në festime. Po. Do të thonë në njerëzit që këshyrin me nxjerr, shumë thonë, janë Cristiano Ronaldo që ato që do të më bëha, do të thonë do të më nxjerr vetes si njërin, zitë ullinjit për më nxjerr më të mirën. Për shembull, unë se kam qatë mirë që shme punu, unë e thoma, o dojnë delivery nice, okej, mirë. Klevjo, jemi të po gjithkohë mrapa teje që është edhe Semi. Folëm pak së raporte që keni kriju ju të bashkë. Ka i zaka Abu, po t'i përgjigje, unë jam vllai vogël i Abut, edhe Abu është vllai i madh i jemi. Kjo është marrëdhënia.
Mund ta miratoj dhe Abu, në qoftë se s'besoti. Sem, po shkruna me dy fjallë Klevjon. Qyshe njete? Klevjo, një talent super fuqi, inteligent për tej mase, një që ka vujt shumë në përburgje dhe që shef të ardhmen e ti shumë shpejt që do të arri aty ku ka bo synimi. Një pyetje Sem, sonte a i ke bona e dhurat Klevjos ajo? Po. Ja, sot do të... Për Klevjon, dhurata ime sonte është prezenca ime. Po, do me thënë. Nuk e di, ta thash ty mëgjesën që Abu vjen edhe shpenzimi mund tjetë 80, ja futa 4, mund tjetë dhe 60, mund tjetë dhe 30, mund tjetë dhe 120. Por, po që se do që të shkoj shpenzimi, mund të shkoj dhe 300, kupton? Kështu që... Koncertin e parë ka shku 300, po. Koncertin e dy do të shofim. Po, kupton? Kështu që... Me rëndësi është që aty ku shfaqet Klevjo, është hera parë që paguhet aq shumë sa nuk u pagu asë një këngëtar të me tani. Bashk që të dashta me i dalë Klevjos, të kjo pytja, sa po pagu është blane për glabe, se e di që nuk jetu shkon qmime që që shkojnë tjetë artista. Këtu nuk ta them se është konfidenciale, se më kanë thënë dhe çunat që mos e thuj se do bëjnë xheloz tjertë, por te koncerti i parë e di dhe meritoni, prit deri nesër, edhe e kupton sa ka marrë. Po du më nalë pak të artistat e tjerë. Prej tyne rap artistat, 5 repera që ti si pas Klevjos janë në top. A përfshi vetën se dihet? Pa tjetër që nuk e përfshi vetën, për mu Lyrically MC Kresh, Don John, Unikatil Getoar. E përmendit të Don Johnin, e di që e ke pas një takim me Don Johnin, qka u bisedu mes juve në takim? Që të them qa u bizedu është shumë pak, po llogarit e jemi taku diku rreth orës 6:30 në studio, dhe kemi ik nga studio diku në ora 2:30. Qa të them, qa tham, qa s'tham. Okej. Po du më nalë në tekstet tua, shpesh i përmen emrat e disa këngëtareve. Është Elvana, ka plot tjera, po me cilën prej syne që i ke përmen në për tekstet të këngëve, e kështë e bani bashkëpunim se jo. Prioriteti është Dafina, Era i Strefi, edhe kaq. Okej, po qëse të kish jep një mundësi e artë, nejse, mundësi e artë jo, po e kishe pas mundësi, po du me hi pak ma intimitet, 3 leqe me kom prej femna të stradës, kishe ba. Deri para 2 vjetësh, do kisha bërë me çdo femër të stradës, për ta pas në CV. Nuk do kisha preferenca që të tosha këte atë, nuk do ta refuzoja kushdo që t'ishte, se po bëhet fjalë për një 3 leqe one night stand edhe sakrifikon në robi. Po tani jam aq i plotësur sa as nuk, jo 3-she, 8-she, 12-she, po nuk shikoj fare këto lloj mendimesh. Klevjo, e dim që bota e showbizit, sidomos pjesa e repera, ka kërgja rivalitet njani me tjetërin. A e një konkurencë pe i reperave tjerë? Unë nuk e ndjej konkurencën nga të tjerët, se nuk më konkurojnë dot në asnjë lloj mënyre, nuk kemi asnjë gjë të përbashkët me njëri tjetrin.
Në qoftë se ata me njëri tjetrin kanë diçka të përbashkët, kanë Ferrari, kanë Lamborghini, a ku e di unë çka kanë, unë si kam të gjëra. Unë jam një gango me një blind, kupton? Dhe me 2 autovetura escort. Edhe ti më njofe personalisht, dhe ai sa më njofe të paktën pe rrethin e konsulentave të mi. A kishe pa në një ekip kështu? Me ai sa më njofe, e pe rrethin e konsulentave të mi. A ke pa në një ekip tjetër reperi kështu? Me thonë drejtën, që se ekipe jo, s'kom pa. Po, në një abu tjetër ke pati? është një dhe i vetë, mi sejve, që më të. Edhe unë jam një, edhe se cili nga ne jemi një dhe ti e një, kupto? Dhe ti e pjesë e jona tani, kështu që nuk kam konkurrencë fare Bjondo, se unë da kam vënë pseudonimin Bjondi, Prives, edhe ti e kupton vetë që s'kam, s'është se thjesht po tregoj modest. Që e kështë thonë atyre që ta kanë zilin për këtë klevje që ti jesët, edhe që je bodë. Thjesht do t'i thoja që në qoftë se më keni pat shok, edhe më keni më keni bërë gabim shumë të madh. Ju tjerë që s'më keni shok, edhe thjesht më keni inat, më bëni shok. Se duke më pati inat, po si gjë s'fito. Thjesht do të plasi zemra më shumë. Kjo thonë që jeton buker, je me blind sot. Çka është kjo për klevjon? Kjo është një siguri që ndje mirë dhe nuk e shikoj veten më pa blinda, kupto. Thjesht jam aq i rëndësishëm sa duhet heci me blind. Po të më nalë pak të fitimet. E dim që tash je njëri për reperat majtë të kërkum klube, të marrë parasysh e patën një super najt Tiran, edhe sonte kemi dëshmu dhe kemi po që edhe Kosova do shta edhe ma mirë se Tirana ka me frit. Do jetë. Se kom informacione që klubi është full sonte. Klubi është full 2 ditë para. Sot janë ata last minute, i themi ne kartelat. Edhe ata kartelat kur thon last minute, i bi që ata tjerë të marrin më shumë charge, kupton? Kur është last minute. Dhe këtu janë ato gocat last minute, ata çunat last minute që thonë valla, e paguajmë tavolinën 2 fish, 3 fish vetëm të kemi tavolinë, kupton? Dhe nuk është mundësia, kështu që do na falni, por Bjond ky është koncerti i fundit që bëj, nëse nuk e realizoj dot në Shkup. Ky është i fundit që bëjnë trevat shqiptare të paktën deri në verë, derisa unë të marr vendimet e dura me ekipin. Kështu që dhe vetë jam shumë në emocion se do bi qetësi artistikisht, si thush, nuk do kem atë presionin e koncertit, e detajeve dhe du dhe unë pak pushim se sa kam dalë dhe nuk e kam gjetë vetën fare qetësi, por doja dalim. Po të regoj diçka, do shoqënit tam që dash të veçenë sonte pjesë e kësaj nejës tonë në zonë klub, tha që telefonum për na thanë 2.000 euro ka shku vlera një tavolinës për me rezervu me pa klevjon të performu skenë. Dë bën habit 4.000 ka qenë Tiranë, një tavolinë. Dhe kur i kam thënë dekorit këtu po më shikote se edhe më tha që Kosova nuk e ka atë ekonominë e Tiranës, kupto dhe më thënë të Shqipërisë, Prishtina me Tiranën jetën e natës, se unë si di, se unë kam vite që s'kam dalë ndonjëherë, po. Dhe i thash, dakor, unë e kuptoj çfarë thuti, por ata që vinë më shikojnë mu, janë ata që dun privilegje që rrallë dalin, po kur dalin për gangon, kupton. Kështu që sot nuk bëhet fjalë me njerëz që po themi deri mosha 20 vjeç apo 21-22, sot janë njerëz të mëdhenj, kupton, janë njerëz që fillojnë nga 25 me një ekonomi, njerëz të pavarur,
njerëz që kanë marrë parasysh do vija aty do prishi 5.000 euro, 10.000 euro. Ne po e sjellim çdo gjë rreth ekonomisë, po është pjesë e jetës, kupton? Edhe të prishësh 5.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro për një natë, se po shikon një këngëtar nuk jam pak. Edhe me rrogat që kemi ne, kështu që unë e vlerësoj dhe të gjithë ata që paguajnë për të më pa mu, në një mënyrë apo një tjetër ja shpërblej. Erdha nga varri, unë nga erdha, që na del tutin e së për kush e ti qatë. Qatë. A e kuptoj qa energji e keqe, ku vajte, ku ike. Shejtan. Tani, faleminderit e Shqipe që jeni këtu. Edhe, po t'jem shumë, po t'jem dhe i privilegjoni në histori, jo në muzikën e këtyre, kështu që do vazhdojmë nga shovash. Po tani kështu çdo muzikë. I min du krisme